Ne di një rast të një këngëtare që është diskutu, që burri vetë është konë si menagjeri saj ashtu dhe u shkuna për dosma. Tash ajo ka pak veshën ma të egzagerume dhe ka vetë stilin pak ma provokuse që është normal e dishme. Dhe tash aty dasmore që kam pipa, ke ne ja u knas që ka shpenzuni shumë të madhe të parët që ja ka gjujt. Edhe i ka pas hak dorën zemër. Të nesërmen, mas i ka kalu pia, e ka kuptu sa parën e ka hargju. Edhe i ka kontaktu këngëtarët edhe burrin e asaj këngëtare që ndalë kanë pije dhe ka diskutu, ka thonë vlov jemone, atë natë ndasëm një më kanë shumë qevli, i kom hargju shumë, ato parë i kom pas për shpej, kom nevoj. Edhe a i ka thonë, okej. Së është shumë, ames për përmen, shumë adë. Këtë është me thonë, ama për një men, thonë që është rast i vërtet, e ka thonë që ashtu që i ka thonë, okej, gruja jem ka performu, grunë teme e njeni që është pak ma provokative. Mere pra dhe ti grunë tane, ta bën të njëjtin sen këngëtare të bëhet si gruja jeme, edhe unë e për t'i kthej pare ty. Që do më thanë, është shumë e vërtet, ky rast, mas i pedin edhe kja, që nëse ajo ka performu, i ka meritu të shatë bakshesh. Edhe i ka thonë, okej, bën edhe të tonën, le të performan, le t'jetë në këtë pozit, edhe kime po të që i meritan, kështu që a i sa ka këty pare, ta veri, i gëzov që na i ka met. Emra s'po përmani, po shumë na e dini, sa është kjo shumë? Jo, vëllavi që di se u kam pak shumë e madhe, nashta 20.000 a i sam po menaj. Sa jo kam këtë gjapare ri kështu. Se rast, a e veç ka gju.